Mirëmbrëma, paga shumë morë vesh si do jetë raporti forcave në Shqipëri midis pozitës, opozitës dhe partive të reja. Mund të ndryshojë diçka e vogël nga votat e diasporës, por gjithsesi mbetet për tu parë shkaqet e humbjes së opozitës, pasojat afatgjata që do ketë. Është fundi saj dhe fillimi i një opozite të re që përfaqësohet nga partitë e reja. Për gjitha këto kam këtu zotin Dashnor Sula. Dashi, mirëmbrëma Sala. Faleminderit, drejtan, kënaqësi. Po jemi në kryq. Ti mirë bëre të hyrjet për shumë pyetje, po këta janë enigma të mëdha që vështirë se do gjen zgjidhje. Se gjithmonë ka zgjidhje. Sa vjet u bërën politikë? Qysh nga 2005 sa 20 vite fiks. 20 vite? 20 vite fiks. Le të themi aktiv. Po ka gjë të bukur që përpara 20 vitesh hyra në politikë, por fiks në ditëlinjën time të 55, me 12 mars më zori Berisha nga politika, në kuptimin më preu kam, kokë, edhe gjithçka. Në përgjithësi është mosha që ti ke fuqinë, eksperiencën dhe gjitha mundësitë që, domethënë, një politikan atëherë e arrin maksimumin. Sepse unë kam thënë gjithmonë, Dashi, më fal që po thras me shkurtimisht në një prej kohësh. Kënaqësi. Dhe kam thënë gjithmonë, askush nuk duhet të jetë gjykatës, prokuror, politikan në moshën 40 vjeç dhe pa pasur fëmijë. 45 sipër është idealja. Pa 45-65 kulminanca mendoj një politikan. Dhe i pamartuar dhe pa fëmijë, sepse ti nuk i di, sepse më ka takuar një herë Dashi, isha me mikun tim gjykatës, edhe ai tha pikërisht këtë, dikur tha kur isha beqar, tha nuk e mendoja 2 herë, tha. Tash kur shikoj përpara, e shikoj një njeri, them ky është fëmia e dikujt, si vras zëmrën atij etj. Po flasë ti ke qenë në vazhdimin e kësaj gjëje, kur isha në Elbasan, kryeprokurori i Elbasanit, i ri, çona të ri, pastaj përpara se të martohesha, lëvizim se ka qenë marrëzia bilardo në atëherë, ato ishin që kishin dalur ato, prim deri në 1-2 natë gjëra. Pastaj kur martova, ditë që ka lind vajza, i thoja atyre ika, 3 loje, me basë 3 loje, 5 loje ika, se pret fëmijë, të ndryshon jetën është normale. Por është për të arru keq, Okej, ta ndërpren duket sikur i kanë zënë nëmat e tua, më duket. Do me thënë, nuk ishe shumë i vënd që a do zgjidhesh apo jo në primare, më ka thënë që s'ke qenë fare në Shqipëri. Kam qenë në Maltë, në Sicili në Maltë, dhe se dia, biles më karon telefonin nga ora 3 natës, një që në gjumë, kur marrin këto nga Peqini, Ariana Shiku, ish kryetari i PD-s, ore, tha, po i fiton ti primaret. Po mi të shqyqyra, se besoja, sepse Sicili nuk u angazhova fare, sepse kam një parim jetën time. As gruas m'hat me zor, as burris m'hat me zor. Së do se dashur, që mund të keqen, nuk kam se shoqëria gjithë gjërat. Po të deshin shtëpia, mos prit të doj komshia. Po të deshi, kurse në rastin tim drejtit çuditërisht, mos desh shtëpia, ma prejo kokën, më përzuni, më kërkote komshia. Po themi PS-ja, pastaj po themi në të formë PS-ja, po partitë të tjera, në kuptimin figurativ gjë, se mos kujtohem tash sigur ishte po vdiste PS-ja për mua. Por që respektin pavarësisht kundërshtar politik, por në një farë mënyrë respektonin për karrierën, për mënyrën se kemi bërë opozit, për raportin edhe njerëzor, që se kemi hyrë njeriu në krevat, në shtëpi, në familje, unë kur në politikë po të marrësh, unë i vetmi rast në jetën time, politika është rasti i përmendjes së bashkëshortës së Erion Velis. Po që e ka pasi përmeni Spaku, mas i dolen ato të Spakut, që është normale, publike. Dhe kam kërkuar, kam thonë që nuk e kam bërë kur, dhe këte që po përmend, bashkëshortën e një politikani, po e përmend sepse është përmend kjo. Mi gjen një rast në deklaratat e mia, që të përmend fëmijët, gratë, vëllezër, unë flas për parimin, dhe shumë e rëndësishme kjo. Edhe se rrath parë jemi njerëz, në radhë të dytë një grush njerëzish jemi, në gjithë format dhe mënyra të lidhemi, jo se kjo është çështje frike, po çështje moraliteti që ka të bëjë shumë. Në momentin pasaj që kemë mënyra se cili dënon soshti, bën gjithë gjërat ashtu si duhet. Dashi, opozita dhe po akuzon për vjedhje njërin tjetrin, ndërkohë që unë kam marrë një fjalimin tënd profetik që ke thënë 26 korrik të 2024-s. Pra, një vit përpara. Një vit përpara. Ju ke thënë me këtë ligj që po bëni, jeni, po e them me fjalët e mia, jeni duke bërë Edi Ramën mbret, i cili s'ka më nevojë të dalë në fushatë elektorale, vetëm po të lutemi që tani ty edo që... Jo, unë kam kërkuar që mos dilte për shumicën e cilësuar, ajo që kisha frikë që ndodhi. Unë këtë kam parashikuar.
Se biles një miku im nga thonë që ka profetike. Njëri thosh qytet në po pra, dhe unë kur e ri dëgjova, miqvet mi diçka i thash. Thjesht jam njëri normal. Pra një njeri që ka sy. Po dhe politikanë vetëm në tokë. Dakor, pikërisht pra, që ka vesh sy dhe jeton jetën e përditshme, do të kuptoj se ku të shkoj gjëja. Pra unë nuk kam qenë kurrë në jetën time me këmbë përpjet të ngritura. Mund të them do të dy shifra tjera ti. I kam thënë që Peqin, Beq, Cerrik, Gramsh dhe që janë të deklaruar edhe në media, që diferenca me numri i votave që do marrë Partia Demokratike të katër bashkitë, të cilët i mburojnë, do jetë midis 10 dhe 12.000 votave. Dhe doli 10.600. I kam thënë edhe drejtuesit të Elbasanit, edhe Blybashi që humbi mandatin, dhe të tjerë që kanë, i kam thënë që luftoni sepse shkon 10-4 pik që gjithë toni ose edhe eksponent të Partisë Socialiste që njëri bile ka përmendur je i çmendur, është e pamundur që të ndodhi. Po se do të ndodhi, edhe po ju garantoj që do ndodhi. Falë, ndodhi. E pas ka njohur më mirë se një patronazhist terrenin duket. Ose di pse e njoh fund ti tan, e njoh sepse ky telefoni im s'fiket kurr. Ky telefoni im mirë nuk e njeh fjalën, mirë the gjum, maksimum që bëjnë le me dridhje. Po kur, pra nuk le kur pa përgjigj, numër pa numër, me screenshot, me telefona, mesazhe, me balldigun tim përpiqem të gjenem, të begenis, të respektoj. E kam thënë numrin tim publik edhe mu mbien telefona nga Shkoda, nga Peshkopia, nga Burreli, nga Shteti, nga Australia, nga mbien aty, se numri im është publik, edhe kam deklaruar, edhe emigrantët e kam deklaruar publikisht. Pra kjo është ajo të cilë të bëj dratë parë politikani. Unë kam thënë që këto duhet të jenë edhe politikan, hem gangster, hem hajdut, hem kurvar, gjithë zban. Po i dorë në ca, apo jo? Se që tani unë edhe që ta them edhe pse ka ndodhur kjo. Kjo ka ndodhur sepse me 3 korrik të 2005-s ne kemi pasur garë më të vështirë të jetës sime, se të tjerë pastaj më dukeshin si bukë me djathtë në kuptimin sepse mësova. Hera e parë. Unë vija nga prokuroria e përgjithshme drejtor, në prokuroria e përgjithshme, edhe po të them që më bë pëshman, edhe mbasi Berisha me gjithë to të tjerat PD-s më kërkuan që të kandidoja. 3 herë nuk pranova, nëse ti pranova, dhe të gjithë komunat, 6 komunat, bashkinë, gjithçka e kishte PS-ja. Gjithçka, s'kisha asgjë. Po ka thënë që domethënë ata më votuan mua se jam që kur vajta unë atje, 2 javë të para, me besonin 2 javë të para nuk pranonin, ne më të thonë çdo tu. Tregoj një kuriozitet shumë të bukur. Fshati më të largët që kemi ne kemi Cacabezën, që është kufi me Petrelen, që kufi me Tiranës, dhe kur kanë vajtur më kujtohet me 25 qershor të 2005-s, vajta bashkë me 2-3 bashkëpunëtorë të mi, sepse shkum kam, sepse nuk shkota as me makinë, pastaj llogariti, as PS, as gjë s'kishte bërë rrugën as gjë të tjera. Dhe kur kanë vajtur atje, sa i pash ato herë ato gjithë më shikosh sikur do më hanin, në kuptimin e aty një dyqan me porteka, po i themi ne me ato, që kishte birra Tirana, ato luckat kështu ato luckat e birrës. I thashë ti të jepin ai birrë dhe pasha sa kishin ardhur nxehtë, kishin ardhur nga puna çka të lodhur. Po të dobët, raskapitur, e parasysh pa paraqituar njëri, më kupton? Jo, po i imagjinoj 20 vjet përpara. Po, i thash gëzuar, i thash birrën, pije 10 që të pinë ato. E pinë ato. Para me hek sepse kishin ardhur në punë, lodhur shketët. I thashë bie edhe një tjetër. Kur vajte gjysma dytë thanë, "Ore nga jeti, filluam ato me bilbezuta." Kastila e bëri gjë të tillë që të kuptojë që krijesh një raport miqësor, e nuk e harroj. Pastaj që birra tretë filluan më që njëri nga ato tha mua, "Çfarë do ti këtu më dha?" Mos hajde këtu ta, këta janë votat e Partisë Socialiste, gjithë. Edhe disa do rezultate me 3 korrike? Sa thuti? 419 vota më dhanë ata. Jo. 419. Birrat i pinë vota si vllanë. Dakor, 419, por ama pastaj në 2007-ën, zgjedhjet mendore, gjithçka, edhe deri në 2013 pastaj kur ishin në mbrapa, raporti u ndryshua prapë. Pse? I bëra rrugën, i begenisi, hapi telefonin. Pra nuk ka popull të keq. E vërtetë është. Ka drejtues të keq. Vërtet. Ka njerëz të keq. Unë i them gjithmonë, ne nuk kemi mundësi ose është pa imagjinuar se nuk ndrohet populli, do ndrohen njerëzit, do ndrohen drejtuesit. Pikë, kjo është zgjedhja. Kam qenë në një përkujtim të themelimit të shtabit përgjithshëm, në mos gabohem, në 2014, o 13, në 14, dhe në Labinot. Labinot Mal. Po. Aty më nxorën flamurët me drapëret që kanë. Po, që kanë pas. Domethënë, aty janë zonat majta, duhet vetëm ndonjëri që t'ju haj zemrën, po ja pra, rasti tjetër tani, në 2021 në fshatin tim, në komunën time ku jam lindur, jam rritur unë, ku jam shkolluar, unë mundem Partinë Socialiste në 2021 me 250 votë diçka të tillë përpara.
Tani në 2025 i ka unë në fshatin tim 35 vota mori PD-ja, nga 400 ca vota me 35. Në një kohë që 1200 vota gropa minus tani, nga plus 250 minus 1200. Është ajo teoria që po të varësh xhaketën ti e merr votat, po të kesh xhaketën ti e merr votat. E kam sensin, po pikërisht, por jo, ka një gjë që me besoni për këtë. Partia ka 50% votave. Po i daj 50-50, të tje sigurt. Sepse unë shikoj në 2005 dhe ka matur edhe në 2021 vota preferenciale. Në 2005 ka qenë sistemi majoritar 100 vota, më falni 100 vende dhe 40 proporcionali. Edhe votoj edhe për partinë dhe këtë. Dhe partia mori 3.400-500 vota diçka të tillë, unë mora 10.500 vota. Pra me gjithë votat e partisë, pra që bie rreth 7.000 vota, janë vota personale. Të njëjtë gjë u reflektuar në 2021 në vota personale, me gjithë votat pa vlerë shkova 9.000 ca vota. Në një kohë që tjerë, po kolegët e mi, po aty me zor kalun klasën me 2.000 vota, me 500 vota. Pra individi dhe partia do të puqen, do të gjesh rezonancën, dhe që ta bësh të mundur që të maksimizosh votën. Ndryshe, sepse diçan thosh atarët atje po. Or deputetët e. Mund kam ka hallë lopës sime thot. Mos pa zgjidh as Berisha as lopën, as problemin e lopës e Edi Rama. S'takoj dot. Ty do takoj thotë. Pra edhe nesër nuk të vetë trokasi që Sali Berisha apo Edi Rama që është kryeministër. Po të trokasi që deputeti që ka aty. Pra është hallka lise e elektoratit, me qeveri, me problemet të tej. Dhe telefonit ai ti do i bjeri, ai aty e gjen. Aty bie ditë që ka mentalitet thotë, nuk ta jep votën, po se kërkove më. Sepse që për fyrje. Por do të më kërkosh atë vëllai, që t'ia dish për nder. Shumë funksionon në psikologjia. Dhe unë këtë kam gjetur, unë kur jetën time kanë votuar, sepse kam plot bashkëpunëtorë që thoshin mos i respekto këtë se të ka votuar kundër. Ai thotë, "Ka votuar këtë herë, do votoj herë tjetër, s'ka detyrim vëlla. Këtë s'ka pëlqyer mua, herë tjetër do m'pëlqej." Pra ai ka është i lirë zgjedhji. Ti, si drejtues, si militant, që je në kuptimin drejtues, që je përfituar nga pushteti, ti ke detyruar të japësh asaj partie pesë PD-s. Kurse ai është i lirë, i herë ndej, këtë nuk pëlqeu të herë sepse ka punuar mirë, herën tjetër më japi këtë herë se nuk pëlqej fytyra e tij. Pra kjo është ndarë. Po qëse ti i thua një herë e godet votuesin, ke marrë fund. Kur se zgjedh llafin e keq për votuesin, po kur? Po kur sa ngrej zonë në herë? Po kur nuk e ofendoj në herë? Kur? Do një rast tjetër. Për shembull, unë isha me diasporën në Itali, kisha ardhur nga Italia dhe isha shtrirë i vdekur për gjumë dhe mbi telefonin ora 2 pa qerë që mbaj me si sot. Po i vdes ngjosha, çka ka ndodhur tek vdek njëri, hap telefonin, unë ishte njëri tha, o deputet tha, kanë po vetë marr vllai i ri tha, ka dalu policia këtu tha për makinën tha, çka. Natën me drita të gjata tha. I thashë më mirë të lutem, dole ai polici, o shef, i thashë, "Fa të lutem se gjunafish që të marrë." E lejo, ai s'kishte bënë gjë në shkelë për drita të gjata, ke thosh. Maroj, mas 20 minutë, mas 30 minutë, kështë arë vllai, mori telefon prapi. Faleminderit, thaj vllai, herë e parë bërë mirë, thashë, po herë e dytë thashë prap zgjova në gjumi. Pra unë hap telefonin prap. Kjo është historia me njerëz. Begenisë me respekt, se ai e di që si mbaron do të hallet ti më për sukushie. Thu se jam mbreti kryeministri i vendit. Por ama ti po respektove, po e begenisë, po i qave hallin, po e drejtove rrugën, mbaroi puna. Kjo është e para. Shqiptarët duan respektin, është normale. Si shtëpi më buri Dashi. Kjo ishte defekti listave të Berishës? Dëgjoj, rasti tjetër, merr Durrësin. Bëri listë mirë Durrës. Igli Sara ka pas koleg që në 2009. Erbil Bashi është bori butë, pavarësisht problema. Erbil Bashi, njëri i mirë, politikan i qetë, që temi të qartë, Luku, që kishte emra të mirë, dhe mbajtën 8-6 në Durrës. Që do të thotë pra një vend me listë mirë, po pse që ka më i vështirë Elbasani, jo. Durrësi bites është më i vështirë sepse është më konglomerat me prurjen e gjëra, ne jemi më venali në Elbasan, dhe ne ishte lista e mirë në Elbasan. Me mua, me Zheni Gjegjen, sepse ta thash edhe herën e kaluar që do të kujtohet është hera parë që komuniteti i krishterë i papërfaqësuar në Elbasan. Rëndom të dëgjojnë që themën e popullore të Elbasanit janë çopet e lagjes Skala, të lagjes Shinkoll, poshtë ke kryqëzimit Sarrikut, që ke pasur ata që 12 që ka Turqisë që janë mendjet, ato janë mendjet të Kalas papërfaqësuar. Është të mërshme. Pra kjo për një lista të mira do ishim 8-6, se nuk e munim pësënë më, nuk e munim, që një herë dole 7-7 në aty. Se më di, jo pëzënë në kështu, edhe pranaj, edhe po të isha në 4 bashki, po të garantoj, 100%, diferenca PS, PD do ishe 3.000 vota, favor PS-s, Peqin, Belq, Sarri Gramsh, tani vajt 15. Ka që shësi është këtë punë.
Ka që thjesht. Numrat me rrejt. Themi gjë tjetër. U vota ajo zyra e PD-s në Cerrik, besoj që ke marrë informacion. Po, e di, ja. Ishin materialet e mia, kompjuterat e mi. Unë e s'kishin zyrë çketet, i mora zyrë, i pagova zyrat, e ty në vend e tjera, i pajisem me materiale, me gjë për punuesi gjithë njerëzit gjithashtu. Sa që janë ato, ai doli kandidati, e bëjmë ne po deshë si 2021 ju. Po pra e dëgjova pak. Po gjatë komplet. Se unë e dia, ma kishte thënë radhën e kaluar që e kam pajisur unë zyrën, domethënë. Po si mund të dalë? Po ti do të kafshosh gjumë përpara se të jesh fjalën. Se ti nuk je më individi. I them tyre. Unë kur flas, kur shikoj, kur dëgjoj, kur bëj deklarata, mendoj që mbas meje ke 10.000 tjerë. Peqinit, jo të qytetarët të votuar. Ka qenë penalizuese deklarata e Alizotit kur tha do t'ju ham gjallë. Në një zonë që njihet si zonë paqësore, si bashkëjetesë. Do më dëgjosh mua dhe vatë vesh miku im në kuptimin e mirë të fjalës. Një ndër arsyet që ne humëm zgjedhën 2021 ishte ngjarja e Elbasanit. Unë kam qenë i pari që kam thënë kolegë mos si tash. Pse? Më fali, do të më beso. Unë miq më të mirë i kam nga Veriu. Sidomos Shkodran. Kam i tuf Shkodran. I tuf. Kam kuksi gjë shkolla, gjithë kam pas një. Kam dhe nga jugu, po pak krahasu me ato 3 fishe, 4 fishin. Po a di sa fillon njerëzit thoshin? Mos, na u kthym prapë malokët. Pa pushtet çfarë na bëjnë? Imagjino të marrin pushtetin. Është shprehje që çakullon rëndom. Kjo është e tmerrshme. Nuk do të jetë këllëndarje. Mua më kanë thënë që ai ka qenë djalë shumë i mirë. Nuk ka lidhje ai. Po pra. Nuk ka lidhje ai se ndodhi ajo, nuk e gjykoj fare çastin e gjithë fare absolutisht. E ke të drejtë. Edhe votat që është turpje që po them unë kështu në këtë forme, se votat 450.000 vota, 458.000 kemi në jug votat. Partia Demokratike nga shkumini e poshtë 2021, na kupton. Edhe tani, por një pjesë e elektoratit që lëviz, që kanë ndjeshmëri, grija, not ky fenomen dhe po i thej do të ha. Siç e thashme sot të Ramas, mbretit, po thashme me humor, me qef, që do të ha zemrën o mbreti im. Po t'ja thush kështu. Po ti thosh do të ha me seriozitet, po ç'i do ha, mbaroj. Ai tjetër hypën ide si kanibalët e gjujmë grush të shoferit të gjëra të tjera. Ai tjetër me tjetër rrif ndipër në mënyrë tjetër. Ai tjetër thotë e bëjmë si 2021 jume që do vrasin prap. U e kupton ti ç'ka efekti japet. Po kaq që ndam të mirën nga të keqja. Aq më tepër në një zonë vandalizme që thotë një tjetrin ku një imazh dhe një ideal. Si ka pason gjyshi jot, gjyshi im gjithë, ose gjysha jote. Gjua rrash nuk ka, po rrash put. Vërtet. Shëron më vëllai. Dashi, kemi një humbje të Partisë Demokratike që ti e ka parashikuar dhe mua më bëri përshtypje. Do thash edhe një herë kur e dëgjova. Berisha ndërkohë premton mosnjohje. Kjo mosnjohje do jetë vetëm në rrafshin e mosnjohjes verbale apo mund të kalohet në prakticitet. Në braktisje të parlamentit, e cila do bjerë pastaj një katastrofë siç e prun braktisja e para 4 vjetëve. Të majnë burrëzuar. Mbaj për burrëzuar, po pyetjen e drejtove mirë ke pjesa e parë, ke pjesa e fundit gabove. Se nuk e llogarit se i kam thënë disa miqve të mirë gazetarë, gjithë që thoshin këto që do jenë kështu listat edhe do jesh ti dhe thënë gjë. Ti mirë e ke thash, se ti mendon me një mendje normale, po do të mendosh me mendjen e Flamur Nogës, Albana Voçës, Sali Berishës për probleme. Edhe në këtë rast do të mendosh me mendjen e Sali Berishës. Sali Berisha ka arrit objektivin. I ka 50 që i duan atje për mbrojtje. Fqas mos e menon. Fjalën braktisë e parlamentit gjëra të tjera. E shoh sa i qet Berisha është. Po jo zakonisht i qet, më thonë. Ai sigurisht do të kishte 60, edhe do ishte shumë në rregull me 60-ën. Është unë me 7 nisa do thosh ai ella. Me 9 shtator, me 7 vete nisa. Deputet. Po kam 50 sot, do kishte 60. Kështu që mos e menoni këtë lloj gjëje. Mos e skeni asnjë lloj iluzioni. Kto janë thjesht kuadrat e fjalëve, gjithë gjërave tash. Pra, qëllimi, objektivi i Sali Berisha është arritur. Berisha nuk ka merakun që janë demokratët tani, nuk ka merakun që pushteti është në dorë të Edi Ramës, por ka merakun e Koracës mbrojtëse të vetën. Edhe këtë e ka arritur. Ti jetë në krye, sepse po ti ishe Berisha normal, do jepte dorëheqjen automatikisht mas javë, jo sot se do jepte 10 ditë që të kryej. Po i duhet me qenë përsëri kryetari i opozitës, mos qenë kryetari i opozitës, ka probleme të tjera që po vazhdojnë. Të drejtësisë, pavarësisht që unë ta kam thonë dhe të këtu dhe e them që hetimi dhe gjykimi dhe çështja e Sali Berishës është politike për shkak të ngritjes së akuzës që është një vendim kolegjial.
Edhe nuk I heq pikë presë edhe me ti mendimi, edhe të më kujtosh që në gjykimin ajo çështje do përfundoj keq deri në Strasburg, do më kujtosh. Nëse do hetohej, të gjykohej, dhe do akuzohej për fonde publike, për tendra, për koncesion, ishte tjetër gjë plotësisht. Por është për rast tjetër. Kështu që atij duhet kjo gjë. Shkoras mbrojtëse, mbaroj kjo punë. As mos e mendoni këtë gjë. Pse fiton se gjyq këtu thua? Për mua do ta fitoj, do më kujtosh. Ta fitoj vëlla. Është shumë e vështirë të provosh anën objektive dhe anën subjektive më për një vendim kolegjial, se nuk është vendimi nominuar për drejtan Hile për dashturën vëlla. Pavarësisht përfiton edhe dhëndra e tij, po është për ish pronarët. Kaq mjafton, do të kesh shumë prova të forta. Bashkëpunëtorët e tij, ish ministra që ka bërë presion, që ka bëj, kanë dhënë direktiva, si është hartuar kjo rruga, bravo. Po rruga si është nisur kjo inicimi kësaj VKM, kush ka nisur, është shumë gjëra për ne po të them. Pavarësisht pse është shumë vështirë për provimin I fajësisë në këtë sepse ta thash elementet anës objektive dhe anës subjektive janë dy elemente të thelbësor të një vepre penale. Dashje e dëmtoi aleanca me LSI-n PD-n? Ja, si gjë. Mos e mendoj fare. A di pse? Sepse ishin në të njëjtën, kur thonë italianët, uguale. Në të njëjtën linjë, në të njëjtën shtrat, në të njëjtën hall, në të njëjtën rrugë, në të njëjtën udhtim, në të njëjtën këndvështrim, në të njëjtën drejtim, në të njëjtën destinacion. Që mos e mendoj atë gjërat. LSI-ja ekziston në terren. Por me gjë më kujdes, kush kanë dëmtuar 4 elemente të cilat unë kam analizuar dhe do vi dita që edhe analizë edhe njerëz ashtu do t'i analizoj. Një e para, flasin nga pikpamje politike të cilat o e maksimizon votën, o e dëmton ose e zvoglon. Dhe pse ka ndodhur zvoglimi, sepse kjo është humbja pritej. Mos e mendon ndryshe. Por do ishe shumë pozitive që ishe me 71, 72, atë ishe me 69, me 68 Rama dhe Partia Socialiste që të bëtë të mundur, që të kishe pastaj një balancim të pushteteve, të opozit mazhorancë edhe të shtetit tërësi. Por, elementi parë, nëse ti aspiron për të fituar dhe jo thjesht për të ekzistuar si forcë politike, do të bësh maksimumin në gjithçka si lokomotiv e opozitës Partia Demokratike dhe si lider opozitës I Zoti Berisha, që të gjithë partitë e majta të djalla sepse për problemi ideologjie ti e shkrim LSI-n, që do të thotë po të mbledhësh numrin total të votave të tyre, të mandateve të tyre që do përktheheshin në mandate, ti ishe rrot me Partinë Socialiste, se mund të kishte një humbje si puna e ndeshjeve vëllai të humb 1-0 me shtyllë në minutë 90 edhe do e qashet edhe herën tjetër ti pretendon që do vish ta luftoshe ta fitoshe të ndeshje valla. Apo kur rrishin lagjen e herën, nëse ikë me vrap ti thoshë nuk ndeshje më ndeshaj me ty, po do të partitës do të jepsh kurajë shokut. Fëmijët me njëri tjetrin. E para. Pra, ne jemi shndruar në prej, njëri mbas tjetrit një prua, kurse po marr lumin tim, shkumbini që është lumi që kam vendinin time, vendbanimin tim, pse ishte shndruar në një lum. Proj nuk e mund dot lumin. Edhe këto prej, përsëri çon ujin në këtë lum. E para. E dyta, listat miku im. Listat dhe vetëm listat. Pra ta thash më përpara. Ju ke bërë edhe një analizën ka pëlqyer, edhe ke bërë për çdo qark. Po çdo qark. Duhen burra, duhen ushtar, jo vetëm general. Duhen kuaj politik që njohin terrenin, që punojnë, që luftojnë. Çfarë bëri Rama? Listën e mbyllur e mbylli me 25% të rinjve të reja të harruara të një I përgatitur për mas 4 vitesh. Kuaj politik kam xhigun, drun, e moment e filmin, e ke parasysh të filmin që është një film që I çon në pylle që bën atë lojën që kush do mbijetojë. Që jep nga një armë dhe kush e mbijetoi dhe që luftonin me njëri tjetrin, që dhe hanin njëri tjetrin, dhe për të hënë njëri tjetrin, por ama maksimizoi votën. Kush bëri çfarë bëri? Riktheu galloshet e vjetra, riktheu ato që 2021 s'kishin marrë vota, I mbajtën në bunkerizim për siguri që të jetë mbyllur goja me datë 12 maj, që mos hapin gojen. Elementi I dytë. Elementi I tretë, që shumë I rëndësishëm, ajo që vetëm unë ngela I fundit atë që thash, mos kandidimi I Sali Berishës, nominimi I Sali Berishës për kryeministër. Të rritë kryetari I opozitës, sepse I fitoi kryetari, që I ka votat e militante, sepse ne kemi marrë votat militante vëlla. Diçka më shumë. Po s'kemi marrë votat gris, kemi marrë votat të panërës, sepse s'ka ndal njerëz se Rama dhe Partia Socialiste ka votat e veta më vëlla, ka rënë biles 30.000 vota. S'ka marrë, s'ka 10 votat tona më burrë, s'ka ndal njerëzit ton. 205.000 vota për të krahasosh PD 622 plus 110, 732 plus ta partitë e vogla, s'ka ndal njerëzit ton. Edhe partitë e vogla që të hëngrën. Pra, do duhet një figurë përbashkuese
për mozaikun, për federatën e opozitës. Dhe unë kam qenë një ndër njerëzit që edhe në formën e një bisede informale, shakaj, gjithë gjëra kam thonë, a doni një emër të propozoj? Mira Muratën kam thonë, që sfidoi Edi Ramën. CEO-ja e ChatGPT-s, inteligjencë artificiale. Rinia do vdiste, do silli risi, si të qarkulloshin nëpër Tiranë që do vi një biznesmen nga Amerika, do e bin kështu, Berisha do kandidojë për kryeministër, e parasysh edhe rritet fryma. Më fal, që po bie diçka nga historia, Milošević ishte në grop atëherë, dhe rifitoi zgjedhjes se mori një biznesmen serb të suksesshëm të farmaceutikës, se e kam harruar emrin tash, që rifitoi zgjedhjet edhe një herë. Kjo nuk mund të pranojnë dot populli shqiptar, qytetar shqiptar, që një makinë të vjetër politike, si Edi Rama, të zëdhënsoj me një makinë akoma më të vjetër politike si Sali Berisha për herë të 4 të 5 të gjanët. Ti mund t'jesh një makinë, një makina vjetër ka relike, po për hecë me 30 km/h, kurse ai hecë me 200 tjetër, se kapti, se pura destinacionin. Dhe fundit, koalicioni Aleanca Mallështore, Shqipëria Mallështore, hiqi 25 partit, me gjithë respektin për i votë, për 2%, për 5.000, për 100.000 që kishte lëshë jetë, kanë vlerë. Po vlerë më të madhe kishte vetëm një parti, në Thojza, një aleat, Spaku dhe vetëm Spaku. Pse? Se gjithçka që ka thonë Berisha, që kam thonë unë gjithë tjerët, që kemi artikuluar, që kemi denoncuar, kemi në parlament, në politikë, do këshin ngel thjesht një retorik politike, nëse këto nuk do të materializohesh me fillim procedime penale, hetime penale, apo gjykime penale, apo arrestimeve të funksionarëve të lartë Partisë Socialiste. Ka logjik morale politike, zhvillohet si dushti që të arrestohet numri 2 Partisë Socialiste, kryetari i Partisë, dhe ti rrit vota në Tiranë, e kupton pra që do të thotë të ti që unë Spakun në organizatë kriminale. Kur një kohë që qytetarë shqiptar 80% e du Spakun, sepse shpëtimi vetëm e di që nuk e zgjidhte problemin as Rama, as Berisha, as ne politikanë asnjë, po e zgjidhte Spaku që thoshte, po ja merr hakun ton, po fut dashim mrena, po fut dritanin Spaku. Bravo që Spaku. Jo, pastaj imagjino sa iluminist do dukej Berisha sikur thoshte, pavarësisht se më përdjekin mua. Ja kam thënë pra. Ja kam thënë unë, more, dëmgjosh me dëgjoj. Pavarësisht se më përdjekin mua, po ky është aleati më i fuqishëm. Ja çfarë kam thënë Sali Berisha në grup parlamentar, janë të regjistruara gjërat, nuk e thënë. I jam drejtuar me dorën në zemër, doktori kam thënë. Të lutem mos ngjoj këto që ke afër. Mos ngjoj këto afër. Ishe pa kalu në rreth shtëpie. Edhe bides Sali Berisha sot, po të ishe në rreth shtëpie, unë s'do flisem më sot. Dhe thoja, s'ka fajt la ka qenë rreth shtëpie ai. Po. Pra humbi zgjedhjet, i humën këto. Por faktikisht dolim janë atë gjë. Por i kam thonë, mos na lën partinë në dorë flamurnokës aty tjetër kam thonë. Se na morëm qafë. Edhe respektoj vendimin e gjykatës, sepse vendimi i gjykatës, kam thënë, do ta ndryshojmë vendimin e gjykatës se nuk mund të sidosh dot gjykatat, nuk mund të drejtësinë dhe që bëhet rreth shtëpisë. Në një kohë që i kam thonë, pavarësisht që është vendimi politik, ti duhet ta respektosh të vendimin, detyrimin paraqitje, që punoni lirshëm dhe 2 herë në muaj siç të kanë kërkuar të shkosh atje, të vemi ne përpara Spakut bashkë me ty. Ja kanë propozuar ata që po bëri tani Berisha nga dhjetori vitit kaluar deri tani. Ja kanë kërkuar më jetë shkruara gjërat, i vetëm tjetër uçi kokën, nuk fliçën. Kur di se ke kafe rrugët në dy korridor thoshin e bëre mirë. Këto janë gjërat që i kam thënë unë vllajtë. S'mund mund, po një normal vllajtë. Pse? Sepse unë besoj që njeriu duhet t'ia thush gjërat. Ti mos i bëj intrigë mbrapa krave. Mos e shaj për tavolina, mos i bëj pislikë, mos e tradhto. Po thuaj të vërtetën. Sepse duke fërkuar gjithë ne si punë mirë, që ka mirë hotela. Po që ka mirë kështu. Edhe në rifet, të ke parasysh pastaj robi si puna ajo që thuhet atë, që kam rregull. Ky është problemi aty drejton. Asha. 4 faktorë të cilët na çuan në këtë pikë. Dhe pak na pak këto më janë solli të rezultat. Do humnim. Po jo kështu. Jo kështu më kështu do ngjalë shpresë prap. Do ikte Berisha, do në një tjetër, pak 62-63 mund ta kapnin. Pa diskutim, o drejtan, po pa diskutim. O vlla, disa thoshin njerëz të nema. Ure duhet të shohim me syrin këta, jo rrem me këta vlla. Po ku të vemi? Ku demokrat vlla, ku të vemi më? O deputet, po ku të vemi atë? Jemi përsekutuar ato, nuk mund të vazhdojë dot ashtu më, mos, nuk shtyhet më, nuk s'mund ta mendojnë dot që prap të kthehet Berisha. Kaq më. Pra Hajmalia e Deramës, Partia Socialiste ishte qenia Sali Berishës. Inshurenca, full kasko, nga siguritacioni full kasko është Sali Berisha. Edhe sot lënë pas 4 vitesh Rama do vjen 95. Mbaroj edhe këtë. Por miku im, do duhet që ti kundërshtarin mos të jesh si kundërshtari, kuptimin në gjithçka. Do të jesh antipodi kundërshtarit, që do të bësh atë. Okej, dashi, Berisha ka parë edhe një herë tjetër fundin në 2007. Mund të ketë një
Sepse u kryua ky miti, më fal, në 97-ën e kapi fundin Berisha, po u qua në 2005. Po kisha një element krahasor, mos haro. Një e para herë. Berisha ikon nga pushteti jo në rrethana normale, pavarësisht problematike gjëna, por në një çmenduri shqiptare gjithë vendit. Arriti e krijoi të mbështetësit e lufta, dreqi, gjithçka me gjithçka revolucioni. Dhe kishte gjë Berisha. Që deri në vitin 2005, Sali Berisha s'kishte kurrë as media, as individ, as politikan të vinte ta akuzonte për korrupsion. Presupozoi si njeriu më i ndershëm dhe qeveria Nano dhe ministri Nano dhe nga korrupsioni u molepsën dhe arma e gjithë Berisha ishte korrupsioni. Gjë që tani ti kur e thu nuk të vlen më. Po 2005 ishte teza bazë kryesore. Pastaj përfshiu dhe gjithë që zeroi kopin e mori dritanin, dashin, gjithë tjetër. Po çfarë fiton me qenë se fitote? Mori molla. Ç'ti që me Sali Berisha unë? As vetë. Mori kërkoi partia, ai do ta bësh për vendin tatë, gjë, ma mushi menjë. Vajta unë hyra, më të e fitova. Si puna ime më futet të tjerë. Ha kupton në zona tjera. Edhe Djata fiton vetëm me figura drejtan. Ne fitoshim komunë, nuk fitoshim bashkitë më mëdha. Sepse kishim individ më të fortë. Me figura më të mira atë. Po ti imagjino, kishim komunë. Dhe fundit është kjo tash. Budalliku Lul Bashës 2015 që ke parasysh për ndarje administrative. Se këto nuk di me fol më burrë. Këto nuk marrin analizë, nuk marrin lapsa, nuk marrin letra, nuk shohim shifra se unë shifra edhe në parlament vallati. Unë merrem me buxhetin, me shifra, me gjëra të tjera. Këto nuk merren valla, të flasin hajdut, ti këtu, hajdut. Po pa thënë hajdut është flur, asgjë. Ditush me fakte, me prova njëri. Ti që në ndër të vetmi që ke goditur oligarkët me jam, po patjetër, s'flisën njëri më. Nuk. A ti që kam thënë unë njërin ato, s'pa them se s'duhet se për respekt të oligarkut, jo për gjë tjetër, i mbajtë. Ta jo tani kaluan gjithë atë. Tha po i thash po pse s'leti? Jo tha po xhaim ka pi gjak tha me te. Po ti ke pi naftë thash? Ç'i bie thash? Sa më unë s'ka pi naftë, s'ka më retollon naftë, një më ndjek, s'ka më frikë. Me emër me gjithë gjërat. Më bllokuan sa kohë rrugët e vaja, më çerë si ka. Dhe çfarë të ndodh ty vllajtem? Ty ndodh kjo, që ti njerëzit duhet ti ngresh. Ti ngresh besimin, po ngresh besimin, këtë që Berisha nuk e bën dot më këtë gjë. Edhe kur i thuti për korrupsionin, kështu, ai thotë, "Ore, çam sot më këtu thotë tani." Po sta beson ajo që nuk mund t'i bësh të gjitha. A pra? Ajo të gjitha gjëra. Këto janë problemet të cilat kanë ndodhur. Dhe ai budalliku Bashës pra, ki parasysh qarku Gjirokastras. Numër votuesësh ka një lloj, ka një deputet më shumë, pak ka votuesë, ka 7 bashki Gjirokastra. Libohov, më fal Devollon, Dropull, Libohov, Gjirokastër, Tepelen, Memaliaj, Përmet, që ka tjera më nuk e di, Leskovik që quhen të gjithë gjërat, që ka Kuksi që ka tjene, 3 bashki, Kuks has Tropoj. Brena. Për ndaj territoriale, amigo im. Apo janë punësuarit? Punësuarit më shumë, amigo im. Bashki, administrat, janë makineria ato që punojnë gjithë janë. To budallë që trashën atë. Nuk bën ndarje administrative, me bollikun e vetë kishin sa bashki më shumë se iku kjo. Ekzistimi kolektiv në shkurt të 2019-s, djegje mandateve. Ka pasi burr të meqëm, 2 burra, po një burr i meqëm, Ilir Rusmali quhej. Partia Demokratike. Mendja e ndritur. Por mendje djallëzore për të formuluar ligjin, për të formuluar ligjet. Konstitucionalist shumë i mirë, për funduar në Gjermani e të gjitha gjërat, që ishte mendje bashkë me një bashkëpunëtor tjetër, Viktor Gumin. Jashtëzakonisht specialist i mirë, teknik i mirë që ka marrë prapë pesa në këto gjithë që bën këto komisionet. I cili kur kam qenë edhe unë atëherë, kur bë ndryshimet kushtetuese, tak e parashikuam që në sistem magjoritar, nëse vdiste njëri, apo dhe futin burg njëri, do bësh zgjedhje prapë në zonë. Kur tani e zitë vendin listës pasuese e tjetri. Këto budallëj thanë, i morin deklarate i Basha, deklaratë kod budalliku, se si puna noterit edhe ke noterit, edhe testament që i le pasurin çunit i fëmijëve, dajës, gjërat, ti revokon çdo çast dha. Që pasuri, s'ke drejtë ta revokosh. Edhe ato hyn prapë tjetër aty, ndodhe që ndryshu 5 herë kushtut, 3 herë kushtuta, 5 herë kodi zgjedhor, priçi koalicionar para zgjedhore, mori fund. Mos pesmarrë pasaj në zgjedhje vendore, ngjitë pa i bashki, pa i komunar, pa si lloj gjëje, që 2021 ne u ndam për 35.000 vota si votat opozitës. Pra që po të kishe edhe këte ushtritate ti që punon, 5 aty 10 aty që do palatore. Edhe Edi Rama e kapi sa është burrizuar. 2021 shpëtoi në qime
në përfije flokut, po themi në qimin e flokut, që kuptojnë, mos e kuptojnë në një fjalë, në qimet flokut i kaloi, në fijet flokut. Po, në fijet flokut, dhe e vuri menjen. Ai ka filluar që nga punë nga 25 prilli, nona ku e tash do ta drejtoj gjën gjithashtu dhe ndërtoi skemën, pastaj me si jashtë korrega aty, budalliqet e këtyre, morën vulën, morën këto, u kënaqën me këtë gjëna, bë ligjet voton, bëjmë amnistin, gjitha gjërat, e hangën në fund. Ka gjë. Pra, nëse Edi Rama po themi në terma, si jam unë kompetent ta them këtë gjë, i pasavjet votat e 2013 ti volli dy herë, se fillon kështu historia. Me 2013-2015. 2013 kishte pushtetin, ti volli Edi Rama, si volli pra, se ti pushteti gjithë pushteti, president të drejtësi, drejtë të gjithë. Të gjithë. Ti mori. 2017 ndaj volli. Ndaj volli Edi Rama, po themi unë. 2000 ishte ndaj volli. 2005 ja le vet, prap si 2013 me këto bashkëpunimet tuaja, gjithë s'kishte nevojë as vjet as gjë njëri. Dhe të garantoj që nuk janë vjetë vota. Pse? Se ti menon që mendja e zgjuar e Sali Berishës, është budallat Sali Berisha, vetëm budallat është Sali Berisha, që deri ditën e zgjedhjeve tha vera e dytë, një orë përpara se fitoria e shkëlqyer, mos u mbyllën kutit, fitoria zori fitoren. Kur tani kujtuaj mas kur pa që hangën tollumin, thonë pas vjen ndaj. A kupton pra që e di këtë lloj gjëje vet. Është ajo që thua ti që do të mbaj atë 50 në shën rregull. Atë bile sa i të thot tani, këto diaspora ndërprejet, lutem le këtu kaq. Ne 50 mas çdo senon, se kam të kollaj, në rregullat. Shikon merr. 50 marrojmë atë. 50 jetë e grejt, që nda filmet, ai filmin. Dashi, si e shikon tavën në Partisë Demokratike? Unë nuk e shoh më si organizëm, më shikoj më tepër si një subjekt privat. Do si Partia e Lirisë, si LSI apo. Ajo një herë pateni se du ta pranojmë, si përfundimisht, do thuash ti dash ti more, edhe unë e kuptoj ca gjëra, por s'doja të besoj ose s'doja që ta shtoj ose për çështje interesa personale, s'u kam fol. Se unë jam i vetmi njeri që kam llap shkretën më. Se të tjerë gjithë fletën gjumin, gjithë të dalin dhe filloi orën në bie dje. Po s'fol asnjë këta përpara. Edhe më shkëti flitë. Po, si thash biles madje, vetëm keni një mënyrë të merrni jetën që unë mos flas, unë të flas, dhe kam datë tronin. Pra, përfundimisht ajo është pronë e Sali Berishës. Është pronë e familjes. Edhe kur ke një pronar me 100% se si një sha, edhe Lul Basha ka qenë administrator, thjesht administrator, që rrunë e gjatë administratori vjetë, për pronarë që knaqë, se kur rezultati në fund bilanci është pozitiv. Edhe bënë se kur s'kupton, se gjane, sepse i duhet administratori mirë, se ditë administroj mirë gjane, edhe knaqët pronari. Në momentin që administratori do të me jamar firmën, mas në shtatorit, u që pronari hajde për lesh kokë, kur thonë të lushnjarët, ditë për jashtë të tashi, për bëthe, e nëzërojt edhe vajtë atje kur përfundojt. Atje kur përfundoj, kur përfundoj tani, që humi më nasë, kam thënë gjithë, shoqë nuk, ore do, nuk merë mandat Lul Basha, kam thënë, por nuk merë, more. Po ja kam thonë ke Arbra Galliu, kam thënë ty po. Arbra Galliu bashkë me Sami Korrej, çka kam thonë në ditë. Nuk kam lënë gjatë funit që mos rikthesë, po mos rikthehej Lul Basha, mund të kishte një balancim, po mund të kishte edhe marrëveshje, nuk e dim, që sigla, logo, dërrita kështu do kishte një ekuilibër dhe Berisha do të dëroj, që të kishte një marrëveshje të fortë dhe të mirë në ekuilibra. Zë shkote më prapë ke sigla LSI, sa e pa e provoj në 2023-shin, në zgjedhjet. Pra, mund të kishte ky lloj mekanizmi, se s'merret vesh me këtë punë më burit. Se po të shikosh ti Berisha i thoshte vetëm Lul Bravo, s'është asgjë gjë tjetër. Ka që gjithë fjallë, Lul Brava, ka që s'është gjë, besprer, ka që lafe që është normale për i për që ka që ti thot. Po i gjënë tja që të hyte, se le njeri pa hynë shpjej, ke krevati gjënë, të ti se hyni. Ja. Se hyni ti, i hyni ish bashkëtori vetë, ke shpija. Nuk i hyni Berisha. Po që më dema se Zeqineja, hyni Zeqineja ke shpija. Të shiktojnë probleme, allati. Ka probleme të thella ato mentale, allati. Është problem në gjë, mikoj. Shikoj, disa në dhimet mua, më dhimet se, unë nuk është se kam një afekcion për PD-n, por është aset kombëtar opozita. Ja, Dritan ka një gjë Dritan. Njerëzit nuk e kanë probleme me PD-n. E kanë probleme me individet e PD-s. Po. Po jo, në përgjithësi, unë e kam me opozitën, se kam marrë edhe flamurin e opozitës. Po, dakor. Opozita është një aset kombëtar, po ta kthesh opozitën në qesharake, problemi madh. Sepse, dashje, di që kam thënë, dhe unë e mendoj, çdo diktaturë ka frikë nga qeshura, nuk ka frikë nga dhuna, me dhunë ti së rëzon për diktaturën. Dritan, ti je një mosh pak më të vogël se mua, i më të vogël se mua, pa që unë karon leshtë e kokës dhe duke më i madh se ashtu. Po 55, po 56. Të kujtohet filmin Nicaragua 79? Atë kujtohet për të mbajtur gjallë revolucionin ato, që e morën atë që e vranë forcat qeveritare, e balsamosën dhe qytetin e për qytet, që thosh është gjallë lideri,
udhëheci ju që të vazhdojë lufta. Edhe ne këtë gjë po bëjmë tani. Po e marrim prapë Berishën do të vendosë ashtu që të thonë nda përmysim Edi Ramën prapë, që është një iluzion utopi. Utopi. A kupton? Dhe misioni Berisha ka dhe një mision të fundit, që ta shkruaje sot, fiksoje, edhe nesër do jemi do gjallë, do ta përmesh pas sa vitesh. Berisha nuk mund të shkojë qetë në botën e përtejme, siç do shkosh ti, siç do shkoj unë, tu fina për sharr, unë do vdes peqin se do të varrosen ti sepse këtu të vjedhin varri mas ta shesin mas 4 vjet tikën do. Pa vdek PD-ja përpara. Do ta çoj përpara, ha. Pa vdek PD-ja, aty nuk shkoni qetë prehet atje. Do të shkoj që ti raportoj shokut Ramiz, ti thot shoku Ramiz Tiq PD-ja, pastaj të vdesë edhe i fundit, kaq. Se ka thonë dhe vetë, qoftë kujtohet që edhe një antar të vetën tjetër, unë jemi dyti, që do rri. Kjo është misioni i fundit Kuptim plotë. Kuptim plotë, ajo që as mos e kërkoni dorëheqjen time. As mos i shkojnë në mend. Kaq. Dashi një pyetje të fundit edhe unë për ty. Është një mandat i frikshëm, 83%, ku 83 mandate. Për të peshkuar ka tretët tonë Doshit që pak a shumë dihet që janë me Ramën, Doshi, po mund të peshkoj edhe sa të dojnë nga opozita, kam i den. Tani. Po t'i duen. 83 Ramës, 3 Doshit 86, 1 të Lapajt 87, 2 të Shehet 89. Bashkoj gjithë to. Merr dhe këto të koalicionit që kanë qenë mrena Partisë Demokratike, siç ishte Doda, siç ishte ajo herën e parë shpëtimi i Drizit që votoshin për PTS-n me gjithë gjërat. Ky mreti jonë që i hangsha zemrën, të bëjnë 95, të ndryshoj kushtetutën se unë po ta them që do vetë seancën e parë, fjalimi i parë do jetë kjo. Ta kthejmë në monarki kushtetuese do të votojë dhoni i pari. Se monarkia kushtetuese ka një vlerë tjetër, siç e ka Bin Selman, se ka ai në Arabi, jep kudo, pasuria arrin te familjet mbretërore, nuk del jashtë kufive, siç e kanë politikanët tonë tani që duan që ta çojnë në shifëner në përveç Europë, në offshore, në gjitha gjërat, e ligjëruar, edhe familjet mbretërore pastaj mas i ikën, ja lën po trajtimtarëve dhe ja lën dhe shtetit. Pra, edhe Shqipëria dhe veni zhvillohet pra. Duhet me monarki kushtetuese, se parlamenti është i pavlerë në rol dytësor. Pavarësisht që ne një thotë ne jemi republikë, jemi dhe sovran republikë parlamentare, nuk do jemi me një të tillë. Nuk është për të bëjë qefin Ramës sallallahu. Dhe unë kam bindje 100%, kam dhe informacion shumë të sigurt që edhe vetë Rama nuk e ka pritur gjë të tillë dhe ka qenë i shqetësuar në këtë gjë se s'ka që duhet. E ka pritur. Po nuk e ka, nuk e ka pritur në këtë, po nuk e do. Po nuk e do, nuk e do. Me gjë mo. Shiko, e vërteta nuk e do. Jo, më fal. A di pse se do më. E vërteta është edhe në legjislaturën e dytë që kishte gjithë mundësinë, që kishte gjithë za, nuk abuzoi. Po nuk e do më, a di pse se do Rama më. Se Rama i ka provuar gjithçka, Rama ka arrin mbrojtjen. Nuk ka Rama nuk ka ngopjen, po them. Rama nuk ka më është sfidë. Po nuk ka sfida më çita kemi sfida ai. Mbej që ka mund me ne që ka mund gjithë ka mund valla. Çka ka mund? Politikani do të arrit gjitha më burin, do arrit gjitha. Problemi rreziku është ato në Ramën tash. Arroganca tyre. Konflikti mes njëri tjetrit, se po të bëha njëri tjetrit, ose kush e dhjeshin pala njëri tjetrit, kush e financon. Unë tash po të them gjë që kur filloi fushata, dhe mund vishin në Francë, thoshte godite këtë mëna vetë për votat, me njëri tjetrit, mos e jep ti votat jepën ne. Apo se është natyrë njerëzore më burr që ekziston. Kush është më afër mbretit, kush është më afër shefit tjetër në mbretin, tjetër gjithë është probleme kjo punë. Pra do krijoj, pra në afat shkurt ose në ditë të kënaqur sot, po do jenë të pakënaqur dhe rrezik në javët, muajt dhe në vitet në vazhdim. Në moment që ti vdes opozita, si do ngresh një opozit tjetër? Si do krijosh të opozit? Na u desh 45 vjet të rrëzoj regjimi që ne të lindë një opozit. Tani ti prap mas 35 vjetësh apo 39 vjetësh më aq 40, prap po e shem. Në një kohë që po të kujtohet mas tufzimit baktive, atëherë filloi që njerëzit më kuptuan që pritse era punë ka stomaku, që buka gjithë që shportojnë në 90 pastaj. Kështu do vijë edhe ky vend këtu. Ke drejt, është sfida dhe shti nuk është më opozita, ke drejt, sepse ti e the bërë anatominë shumë. Urojmë që Edi Rama, po sinqerisht, urojmë që Edi Rama dhe njerëzit që ka për Edi Ramas, Zoti i dhoft mendje dhe i drejtëshoft mendjen që mos ta shohin
ne të gjithë si kavje, në kuptimin edhe opozite dhe gjithë çka tjetër, edhe gjithë qytetarë shqiptar, pra që mos i marrim marrëdhënie se me shumicë sisuar ndrojnë kodë, ndrojnë gjëra gjithë, se mund t'ja mushi menjë se ka të specialistë aty, 2-3 thonë, ndrojë këtë kocë është mirë, këtë kështu gjëra, ndrojë se këtë gjë, kupton, që mund të bëjë dëm atë shoqërisë flasën, se njerëzit kanë gjetur një zgjidhje tash vllajtë. Ikin, trajsen, thorbën ikin. Me ti gjithë pas ku të vëm. Do rri vetëm unë e ti edhe moshat e tretë, mos ke tjera. Ky është rreziku që unë parashikoj. E qartë, jo, për të ushqyer, për të netur, do shemi, do vazhdojnë njerëzit, e kupton. Dashi, e thon gjithë filozofët, gjithë sociologët që një pushtet i tepruar është gjithmonë i rrezikuar nga vetvetja, nga mbivjamosja e tij, nga Por edhe perëndorit nga vetja kanë nga mbivjamosja bien, që gjitha bien brenda, perëndorit bien brenda, nuk bien nga jashtë. Urojmë që mos ndodhi. Fakti që të gjitha vendet europiane e uruan menjëherë ditën e dytë me si presin bashkëpunimin tregon që domethënë rreziku i Edi Ramës nuk është më nga jashtë, është nga brenda dhe nga vetëvjamosja e pushtetit. Edi Rama 60 vjeç, 61 sa është. Unë jam 55 Si ka bërë akoma 60 vjeç? Si ka bërë 60 vjeç, okej. Unë jam 55. Tani drejt rrugës që do mbyllim karrierën politike, do mbyllet jeta biologjike me të tjerë. Tani, mund kam lexuar një deklaratë e Elon Muskut që më ka bërë për shtypje, që më bën studimin që do zhduket njerëzimi, mas kaq miliona vjetë, që miliona që po që ai jeta se i, as bëhet aty, dhe prap njeriu mendon se si do shpëtoj njerëzimin. A më kupton? Edhe unë, çfarë mendoj? Unë mendoj që do ikim ne të dy. Edhe Rama gjithë tjetër. Po ç'a dalojmë këtu, do kthejmë, nuk kam asgjë, nuk kem racist. Ky kom që luftuar, jemi vrarë, jemi sakatuar, identifikuar si Shqipëri, do vinë ta kenë zita po tjerët, apo do jemi po raca jonë? Nuk e besoj. Jo, mos zhdukemi si kompra. Jo. Jo sot, flasim më shumë vite. Dhe këtë e kanë thënë më filozofët më dhe. Rinia nuk mendon për të ardhmen se mendon jetën pa vdekshme. Ti e ma mend kur i kemi qenë 20-30 vjeç, mendonim se shpote plumbit. Po pra, ndërsa ata që mendojnë për të ardhmen çuditërisht është mosha e tretë, janë mosha e madhe. Neve, sepse mendojmë për fëmijët tanë, për vendin tonë, dhe mendojmë çka kanë bërë të parët për ne, çka do bëjmë ne për tjerët. Si thëti, mendojmë mosha e tretë? Urojmë ta mendojnë Sali Berisha. Jo, mosha e tretë, unë them çka janë 5 vjetë e përpjetën. Inshallah pra pa mendojnë ai, them. Zoti sot menja, se e kam i mosh babën tem, unë babën tim i them të lutem mos më los. Nuk e di ras ke peshë, ata s'ke puna ne, baj vetë, punoj vetë, sepse më dhimbë se sa shumë e kap koshin unë, gjërat. Sepse mosha Allah. Po. Kjo është historia. Dashi, unë falenderoj për bisedën. Faleminderit edhe ishte për mua ishte kënaqësi që shpreha mendimet dhe me beso do të ndonjë të fundit që duke pat ftesa shumë në njerëzit. Edhe i thash një gazetare sot të Topit kur më ftoi, thash një gjë, thash, më vjen turp të vit, se më duket edhe vetja mua si pështyr tash që vetëm mua po dal televizor në kuptimin e mirë të fjalës, pra ai kam në krahasimi që edhe këto njerëz të tjerë më vëllai që duhet të reflektojmë gjithë, do ta kuptojmë vetëm deri ku shkojmë. Unë e di për çfarë mendoj, ty ta pren karrierën politike, paktën për momentin. Më kupton se Jo mund të vazhdoj të jap kontribut. Jo, po Lula doli nga burgu dhe u bë prap president. Ishte president e futën në burg, doli nga burgu u bë prap president. Unë do vazhdoj kontriboj vllajë. Do vazhdoj vllajë. Pa diskutim. Sepse unë kam por ndoshta kjo të shërben për një gjë, domethënë nëse se ke mbajtur gjuhën 90%, të mos ta mbash 100%, se politika ka nevojë për sinqeritet me të gjitha. Unë kam një gjë fiksuar në kokën time dhe kur flas me miqtë e mi dhe me familjen time, që unë jam i fiksuar në kokë që unë do kem heshtë për jetës kur vetë ke bota tjetër, kur futem mzej, se s'ka botë tjetër më. Me të flas, nuk flas. Sa të jem gjallë, unë Zoti kishte bëjë gjë më të mirë, mos kishte bëjë gjumin, që vetë flisim se 4 orë. Komunikonin, të jepim dashuri, të jepim respekt, kishim marrëdhënie. Në kuptimin e njerëzve me njëri tjetrin. Kjo është se njeriu përveç veprave nuk la asgjë tjetër valla. Emri dhe vepra, kaq më kaq. Është vërtet. Të falenderoj që ishe. Faleminderit nga juve. Faleminderit dhe juve që na ndoqët natën e mirë.